Këshilli ekzekutiv i Konferencës Gjyqësore Kombëtare u mblodh të njëjtën me nismën e më shumë se 1/3 së anëtarëve të tij për të shqyrtuar situatën e krijuar kohët e fundit pas deklaratave dhe qëndrimeve të politikës lidhur me punën, problemet dhe performancën e pushtetit gjyqësor. Në një deklaratë lëshuar pas takimit, ky këshill shpreh shqetësimin e të gjithë gjyqtarëve të gjitha niveleve në lidhje me disa deklarata e qëndrime publike të ditëve të fundit, të cilat sipas tyre i drejtohen në masë dhe pa dallim të gjithë gjyqtarëve. Deklaratat të tilla vetëm sa përkeqësojnë imazhin e gjyqësorit dhe përbaltin misionin e punën e përditshme të gjyqtarëve, thuhet në deklaratë, duke theksuar se nuk duhet harruar se shumica e gjyqtarëve në ushtrim të funksionit të tyre janë të përgjegjshëm e punojnë me përkushtime e integritet, duke u përballur me tensionet e një pune delikate e voluminoze, pavarësisht se përballë tyre janë çdo ditë njerëz që kanë probleme me ligjin, persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, palë në konflikte civile me njëri tjetrin, shtetin e të tjera. Gjyqtarët shprehen unison se etiketimi masës së përgjithshme të gjyqtarëve dhe identifikimi i tyre në tërësi me fenomenet negative e vështirëson punën e çdo gjyqtari, cënon pavarësinë e pushtetit gjyqësor dhe dëmton misionin e dhënies së drejtësisë. Këshilli ekzekutiv i Konferencës Gjyqësore thotë se distancohet qartësisht dhe dënon me forcë çdo shfaqje korruptive në sistemin e drejtësisë. Ai bën apel institucioneve dhe organeve shtetërore të gjitha pushteteve, medias dhe opinionit publik që të kontribuojë për të luftuar pa kompromis këtë fenomen të shëmtuar që cënon rënd interesat e shtetit dhe qytetarëve. Kjo luftë sipas trupës së gjyqtarëve kërkon masa dhe veprime konkrete ndaj personave dhe individëve përgjegjës, duke respektuar kushtetutën dhe ligjin, pa bërë përgjithësime denigruese. Për këtë çështje mund të mblidhet në të ardhmen edhe Konferenca Gjyqësore Kombëtare.